Parlamenti miratoi pas një seance maraton prej gati 18 orësh projektligjin për shërbimin e jashtëm në Republikën e Shqipërisë, që parashikon teste të detyrueshme për verifikimin e aftësive të diplomatëve, forcimin e karrierës dhe rishikimin e kuadrit ligjor për t'u përgjigjur ndryshimeve gjeopolitike. 75 deputet të mazhorancës votuan pro, 1 abstenoi ndërsa 15 votuan kundër. Miratohet në tërësi projektligji. Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali, në një reagim këtë të premte, e cilëson si instrument që ngre përfaqësimin e Shqipërisë në lartësinë e sfidave të kohës. Pas diskutimeve maraton, në orët e para të mëngjesit miratuam ligjin e ri për shërbimin e jashtëm, një instrument thelbësor për ta ngritur edhe më tej përfaqësimin e Shqipërisë në lartësinë e sfidave të kohës, shkruan ajo në një postim në Facebook. Po me votat e mazhorancës u miratua projektligji për qeverisjen elektronike që prek akshin. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, sipas ndryshimeve ligjore, nuk do të zhvillojë më tendera. Prokurimet publike propozohet të realizohen nga operatori i blerjeve të përqendruara. Nisma ligjore lejon që akshi të krijojë shoqëri aksionere, ku shteti duhet të ketë gjithmonë jo më pak se 51% të aksioneve. Miratohet edhe në tërësi projektligji. Selami Xhepa, Holta Zaçaj, Jonida Prifti dhe Ervin Mete u zgjodhën antar të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, ndërsa votimi për Matilda Shehun u shty për një seancë tjetër. 17 vota pro, 0 abstenim, 74 kundër, projektligji nuk miratohet në parim. Mazhoranca me shumicë vota shrozoi disa projektligje të propozuara nga ana e opozitës për trashëgimin kulturor dhe muzet, aksizat, arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, tatimin e vlerës së shtuar për statusin e minatorit dhe atë për domosdoshmërinë e kryerjes së analizave laboratorike për ndotësit ushqimor.